pikat e mëposhtme nuk ishin vendime kolegjale. Së pari, lëshimi i komunikatave, së dyti trajtimi i bashkëpunëtorëve, së treti nxjerrja e rregulloreve dhe së katërtë krijimi i qendrave të ndalimit, intervistat e medias të dhënë nga anëtarë të UÇK-s, marrëveshja e Holbrooke Miloševićit, marrëveshja e Farkut, kush do të merrte pjesë në konferencën Rambujës, caktimi i Adem Demaçit dhe roli i Sokol të Brunës. Pasi ju treguan urdhrat ndryshme të nënshkruara nga Zurapi, Bashoka konfirmoi se të gjitha këto vendime ishin lëshuar prej tij vet, pa u konsultuar me shtabin e përgjithshëm, domethënë nuk ishin vendime kolektive. Po ashtu, Bashota u pajtua me propozimin që kishte vendime të rëndësishme të marra nga UÇK-ja që nuk përfshinin një proces vendimarrës kolektiv ose kolegjal. Vjojmë me diapozitivin 85. Mëtej, ZPS-ja thotë që qëllimi i përbashkët kriminal është transmetuar nga shtabi i përgjithshëm në vizita që janë organizuar në Shalë dhe në Llap në tetor të vitit 1998 dhe në Dukaqin në shtator të 98-s. Ne këto pretendime kemi trajtuar në paragrafët 146 dhe 155 të dosjes tonë dhe e kemi përmendur edhe më herë që Bislin Zurapi ishte i pranishëm dhe ka marrë pjesë në të gjitha për këtyre vizitave. Dhe qëndrimi i ZPS-s nuk është që ai nuk është pjesëmarrës në diskutime përsa i takon qëllimit të përbashkët kriminal dhe nuk e di se si ka dalë në këtë përfundim ZPS-ja. Tani le të kalojmë tek objektivi ushtarak. ZPS-ja pretendon që fakti që shumë zona të UÇK-s kanë krijuar ambiente ndalimi do të thotë që ka pasur një drejtim të arsyeshëm dhe një udhëzim për shtabit përgjithshëm, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë. Ky argument nuk qëndron për dy arsye. Së pari, IRCC-ja ka shpjeguar që ndalimi nga grupet shtetërore ose jo shtetërore, të tilla se UÇK-ja, është realitet në çdo konflikt. Është një pjesë që pritet në gjendje lufte. Kjo është norma, nuk është përjashtimi. ICRC-ja deklaron që IHL-ja mbështetet në prezumimin që të gjitha palët, pra edhe një herë të gjitha palët bëjnë ndalime. Do të kishte qenë pazakon nëse komandantët e zonës nuk do të kishin krijuar ambientet e tyre ndalimi. Atyre nuk u nevojitën që ta merrnin idenë për ta bërë një gjë të tillë nga shtabi i përgjithshëm. Kalojmë më tej në diapozitivin 87. Këto janë udhëzimet e ICRC-s. Në të thuhet që mund të kërkohet kohë për aktorët jo shtetëror që të krijojnë sisteme për procesin e rregullt. Arsye që pse të gjitha anët ose gjitha palët e një konflikti armatosur bëjnë ndalime është sepse kemi të bëjmë me një nën-produkt ushtarak të luftës. Pra është e rëndësishme që të kapësh njerëzit dhe është e rëndësishme gjithashtu që të parandalosh luftimet e ardhshme. ZPS-ja këtu ka deklaruar që nuk diskutohet që UÇK-ja kishte të drejtën për të ndaluar në mënyrë të ligjshme.